Lëvizja Vetëvendosje, gjatë një konference për media të thirrur një ditë më parë, ka bërë publik një sondazh parazjetor, që e nxjerr këtë parti në vendin e parë. Dordan Molliçaj është shprehur se nga ky sondazh PDK-ja del e dyta, ndërsa AAK-ja para AKR-s së Pacollit dhe Nisma për Kosovën do ta ketë të vështirë të kalojë pragun. Por ky sondazh është vlerësuar si i porositur nga partitë dhe analistët politik. Nënkryetari i AAK-s Ahmet Jusufi e ka kundërshtuar këtë sondazh të lëvizjes Vetëvendosje, duke thënë se në realitet AAK-ja nuk është me shifrat e këtij sondazhi. Ai thotë se tani është koha e sondazheve, por ato partitë që bëjnë sondazhe të manipuluara e pësojnë. Normalisht partitë që porosisin sondazhet zakonisht e favorizojnë veten, ndërsa ne duke njohur elektoratin ton, duke njohur gjendjen në terren, konsiderojmë se jemi shumë të avancuar, por që sondazhet më të mira janë ato të cilat janë të pavarura nga agjenci ose institucione të cilat e kanë të perfeksionuar këtë mënyrë të detajimit të partive politike. Kurse Valdete Bajrami, deputete nga Nisma për Kosovën, është shprehur për Tribuna Channel se ky sondazh nuk do të ketë asnjë ndikim te qytetarët. Ajo ka nënvizuar se Vetëvendosje përgjigjen do ta marrë siç e mori në komunën e Drenasit. Atë sondazh Vetëvendosja ka bë për vete dhe le ta mbajë, po unë kam një përgjigje për Vetëvendosjen se po që se nesër të mbahen zgjedhjet, Nisma do të fiton së paku 10 deputet në Kuvendin e Kosovës. Kjo është përgjigjja ime. Dhe përgjigjja tjetër është po ashtu, ju i përmendët zgjedhjet lokale, ju dini që vitin e kaluar i kemi pas zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune në komunën e Drenasit, pikërisht ka qenë Vetëvendosja e cila ka thënë se Nisma nuk ka deg në Drenas, ndërsa Nisma doli që e çoi në balotazh partinë politike e cila dhe është partia më e madhe në vend. Ndërkaq analisti Barush Morina thotë se këto sondazhe tregojnë se tani ka filluar fushata zgjedhore dhe se këto të fundit kanë ndikim në opinion. Por ai është shprehur se ky sondazh i Vetëvendosjes nuk del fitues as në fshatin e Dordan Molliçajt. Sondazhi i Vetëvendosjes mund të jetë sondazh i një lagje politike të Vetëvendosjes, por jo sondazh i Dugaxhinit, i Anamoravës, i Drenicës apo i Llapit. E aq më pak nuk mund të jetë nuk është as sondazh i lagjes së fshatit të Dordan Molliçajt. Sondazhet e porositura politike gjithmonë kanë dhënë rezultate të dëshirueshme për atë parti që porosit. Edhe deputeti PDK-s Xhavit Aliti është shprehur se këto sondazhe janë me porosi dhe sipas qefit. Sipas tij, qëllimi i tyre është me e bind opinionin publik ose me kriju besim se këta do të fitojnë. Lëvizja Vetëvendosje ka marrë pjesë në të gjitha legjislaturat e Kuvendit të Kosovës, por nuk ka marrë pjesë në asnjë qeveri.